Në këtë edicion do të ndiqni. Kryetari i Gjakovës Ardian Gjini ka pritur në takim ambasadorin e Japonisë në Kosovë, Ogasawara Mitsunori, dhe shefin e zyrës së UNICEF-it në Kosovë, Murat Shahin. Edhe si vjet drejtoria e shëndetësisë në Gjakovë ka planifikuar ndarjen e subvencioneve për personat që vuajnë nga sëmundjet të rënda. Në kolegjin Mehmet Akif në Gjakovë, aty ku pajisen me dije një numër i madh i nxënësve në disa drejtime. Ju njohim tani mëgjërsisht me informacionet e përgatitra. Këtë vit Kec Energy do të investojë në vlerë për 6.3 milion euro në komunën e Gjakovës. Konkretisht, projekti përfshin rehabilitimin e tensionit të mesëm, investim ky i cili do të sigurojë shërbime më të mira të energjisë elektrike për 12.000 konsumatorë të komunës tonë. Për të biseduar në detaje për këtë investim, kryetari i komunës Ardian Gjini ka pritur në takim drejtorin për investime në Kec, Hasan Oz, drejtorin e Kec në Gjakovë, Krishnik Sokoli dhe këshilltarin ekzekutiv të kompanisë Avni Ali Demaj. Gjini shpreh se ky projekt është jashtëzakonisht i rëndësishëm për komunën tonë, duke theksuar mbështetjen e tij dhe të institucionit që ai drejton për finalizimin e suksesshëm të punimeve të cilat nisin në prill të këtij viti. Po sot kryetari i Gjakovës Ardian Gjini ka pritur në takim ambasadorin e Japonisë në Kosovë, Ogasawara Mitsunori, dhe shefin e zyrës së UNICEF-it në Kosovë, Murat Shahin. Gjini ka informuar ambasadorin Mitsunori për projektet që realizohen në vazhdimsi në Gjakovë, ato që janë përkrahur nga UNICEF dhe ambasada japoneze, për të cilat është shprehur mirënjohës. Në Gjakovë sot qëndruan ambasadori i Japonisë në Kosovë, Ogasawara Mitsunori, dhe shefi i zyrës së UNICEF-it Murat Shahin. Ata u takuan me kryetarin e komunës Ardian Gjini për të biseduar rreth projekteve bashkëpunuese me UNICEF-in e në veçanti për instalimin e internetit në 10 shkolla të komunës. Më tutje, ambasadori japonez dhe shefi i zyrës së UNICEF-it vizituan gjimnazin Hajdar Dushi, që është edhe përfituesi i projektit për internet. Në shkollë ata u pritën nga drejtori Bedrit Sahani, i cili u shpreh falendërues për vizitën. Falenderoj ambasadorin, falenderoj popullin japonez dhe shtetin japonez për kontributin e dhënë për Republikën e Kosovës. Andaj sot, dhe jo vetëm sot, po sa morëm lajmin për vizitën e shkëlqësisë së tij, zotit ambasador, të gjithë nxënësit, të gjithë profesorët e pranuan me një kënaqësi jashtëzakonisht të veçantë. Ambasadori Mitsunori u befasua nga pritja që kishin përgatitur nxënësit për të, andaj dhe zgjodhi një mënyrë të veçantë për t'i përshëndetur. Jam nga Japonia, punoj në ambasada japoneze. Okay? Japan has opened the embassy. Japonia ka hapur ambasadën në Kosovë në vitin 2020. Edukimi është prioritet për ne dhe jam shumë i lumtur për këtë bashkëpunimin me UNICEF-in. Fëmijët janë e ardhmja e shtetit dhe duhet investuar në ta gjithmonë. Murat Shahin vlerësoi lart punën e bërë nga gjimnazi Hajdar Dushi. I feel like I'm from Gjakova. Ndjehem sikur jam nga Gjakova, pasi që edhe kolegët e mi të punës i kam nga ky qytet dhe çdo herë kur vizitoj Gjakovën ndihem si në shtëpinë time. Pas deklarimeve, ambasadori japonez dhe shefi i UNICEF-it u njoftuan me punën e nxënësve të kësaj shkolle. Ata kishin përgatitur origami për të nderuar ambasadorin, i cili më pas u njoftua edhe me sistemin online të punës në një nga klaset që po zhvilloi mësimi. Albin Kurti s'mund ta evitoj dialogun me Serbinë nëse do të marrë në udhëheqje qeverinë e re, kështu ka thënë Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës. Sipas Krasniqi, ndonse Kurti ka deklaruar se dialogu nuk e ka prioritet dhe do të fokusohet në çështje të brendshme, duhet të ketë një balans ndërmjet politikës së brendshme dhe asaj të jashtme. Zoti Kurti ka deklaruar që dialogu Kosovë-Serbi nuk është prioriteti numër 1 i qeverisë së tij. Në momentin kur Njeta të formohet, ai ka folur në mënyrë të vazhdueshme për çështjet e brendshme të Kosovës, duke thënë që në fakt qeveria e tij do të fokusohet më shumë në çështjet brendshme që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve. Sipas Krasniqit, Kurti ka një qasje ndryshe nga partitë të tjera për dialogun, andaj mund të pritet që të ketë një riformatim të këtij procesi.
E dim që zoti Kurti, vetëvendosja, ka një qëndrim më ndryshe se sa partitë të tjera rreth dialogut Kosovë-Serbi. Ajo çfarë ne mund të presim është që të ketë një tendencë apo një gatishmëri të tyre për ta riformatuar këtë proces në bazë të metodës që ata shohin që duhet të hecë përpara, pra mund të mos presim që procesi të shkojë në të njëjtën formë apo të vazhdojë automatikisht aty ku mbeti nga qeveria Hoti. Tuti Krasniqi ka pohuar se ka një lloj presioni të jashtëm për rifillim të dialogut dhe çdo neglizhencë e Kosovës do ta paraqes Serbinë si palmë konstruktive. Është e vërtetë që në Kosovë bëhet presion, apo mund të themi që nuk dua ta them presion, po kemi parë deklarata që kanë ardhur nga Bashkimi Evropian, zoti Lajçak që kërkon nga qeveria e ardhshme që të ketë fokus edhe dialogun. Krasniqi ka përsëritur edhe një herë që Kosovës i duhet një strategji mirëfilli për të ulur në tryezë me Serbinë. 12 persona janë arrestuar në aksionin e sotëm nga policia e Kosovës dhe janë sekuestruar mbi 400.000 euro. Personat e arrestuar dyshohen për keqpërdorim të subvencioneve, keqpërdorim i detyrës zyrtare dhe marrje e dhënie rushfeti. Kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi ka dhënë detaje lidhur me aksionin, ku tha se nga muaji janar ka filluar grumbullimi i informacioneve dhe provave. Sot kemi bërë mbastisjen e tyre, ku e kemi arsyetuar kërkesën për mbastisje dhe gjatë këtyre veprimeve. Kemi konfiskuar një shumë të madhe të parave, laptop, telefona e vetura. Janë arrestuar 12 persona, 10 janë persona zyrtar dhe 2 shtetar tjerë që kanë ndihmuar. Dyshohen për keqpërdorim të subvencioneve, marrje dhe dhënie rushfetit. Në bazë të provave dhe informatave, ky aksion do zhvillohet edhe në ditët e ardhshme, tha ai. Drejtori i krimeve ekonomike dhe korrupsion, Nazmi Sahiti, tha se në aksionin e sotëm janë rreth 400.000 euro që janë sekuestruar. Mbastisja është zhvilluar në Agjencinë për Zhvillim të Bujqësisë dhe në komunën e Istogut, Lipjan dhe në Pej. Mungesën e prokurorit të rastit Rafet Haliti e ka arsyetuar kryeprokurori i Prishtinës Kujti Munishi, i cili tha se çdo veprim ka qenë në koordinim me të. Hykmete Bajrami ka dhënë dorëheqje nga posti i ministrës së financave në detyrë. Ajo ka bërë të ditur se angazhimin e saj politik do të vazhdojë si deputete e ardhshme e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Kuvend, sapo të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve të 14 shkurtit. Ajo duke u shprehur falendëruese ndaj kryeministrit në detyrë Abdullah Hoti, ka paraqitur disa nga të arriturat e dikasterit të financave në udhëheqjen e saj. Me lejoni të njoftoj se sot me 24 shkurt 2021 me kërkesën time jam liruar nga pozita ministrës së financave në detyrë, po ashtu falenderoj kryetarin Isa Mustafa për besimin e dhënë për të qenë në krye të një dikasteri të rëndësishëm sikurse Ministria e Financave. Gjatë kësaj periudhe, si udhëheqëse e Ministrisë së Financave kam bashkëpunuar ngushtë me stafin. Së bashku kemi kaluar në përmjaft sfida zhvillime të rëndësishme në përpjekje për të përballur me pasojat e pandemisë. Me këtë rast, dëshiroj që përzemërsisht të falenderoj kryeministrin, kabinetin qeveritar, kabinetin tim të Ministrisë së Financave, si dhe stafin e ministrisë, duke i uruar suksese në punën dhe angazhimet e mëtejme, thuhet në shkrimin e saj. Qendra kombëtare për transfuzion të gjakut pas aksioneve të shumta vullnetare ka arritur që të sigurojë rezerva të kënaqshme të grupeve të ndryshme të gjakut. Drejtoresha e Qendrës Kombëtare për Transfuzion të Gjakut, Bukurie Zhubi, thot se edhe përkundër pandemisë dhe shifrave të larta të qytetarëve të infektuar me COVID-19, ky institucion shëndetësor ka arritur të normalizojë gjendjen me rezervat e gjakut për t'ju dalë në ndihmë pacientëve në nevojë. Rezervat janë të kënaqshme, kemi rezervën e mjaftueshme dhe kemi mundësi me mbulu të gjitha nevojat për gjakun dhe përbërësit e gjakut. Kuptohet që për disa përbërës gjakut të cilët ka të jenë gjatësinë e shkurtë, siç është fjala për trombocite, gjithmonë duhen dhurust e rinj, sepse produkti i tillë i gjakut përgatitet prej gjakut të freskët. Drejtoresha e Qendrës Kombëtare për Transfuzion të Gjakut thot se pandemia ka ndikuar dukshëm edhe në uljen e dhuruesve të gjakut. Covidi ka ndikuar dukshëm në uljen e dhurimeve të gjakut, po ashtu edhe në Kosovë. Ka qenë sfiduese edhe puna e stafit, sepse mi ballafaqur me një situatë plotësisht të re. Ka qenë sfiduese edhe për vetë dhuruesit e gjakut derisa kanë kuptuar edhe derisa kanë mbijetuar ose kanë luftu
COVID-19 nuk I ka kursyer as stafin mjekësor në transfuzionin e gjakut. Aktualisht pozitiv me virusin është vetëm një profesionist shëndetësor. Aktualisht kemi vetëm një mjek të infektuar, tjerë për momentin nuk kemi tjerë të infektuar me COVID-19. Qendra kombëtare e transfuzionit të gjakut në Kosovë vitin që shkoi për shkak të pandemisë, disa herë ka bërë thirrje publike për të rritur vetdijen për dhurim të gjakut, pasi shpesh ky institucion ishte në gjendje kritike me sasi të gjakut. Edhe si vjet Drejtoria e Shëndetësisë në Gjakov ka planifikuar ndarjen e subvencioneve për personat që vuajnë nga sëmundje të rënda. Kostot e shërimit të sëmundjeve kapin shifra të ndryshme, të cilat në shumë raste janë të papërballueshme për pacientët. Për këtë arsye, Drejtoria e Shëndetësisë në komunën e Gjakovës ka vendosur që të ndajë disa subvencione. Kemi hapur thirrjen e parë publike me datën 15 shkurt, që është e hapur 45 ditë pune deri me datën 30 mars. Tu kemi personat me sëmundje kronike dhe me kosto të lartë të shpenzimit, pastaj kemi edhe persona që nuk kanë burime tjera të financimit, po ashtu kemi edhe persona që nuk kanë përfituar 2 vitet e fundit dhe me gjendje të vështirë socio-ekonomike dhe përparësi kanë nënat veturshysë. Shuma për thirrjen e parë publike është 40.000 euro dhe për pjesën tjetër thirrjen e dytë publike janë edhe 20.000 euro tjera, po kemi para parë në shumën e parë një vlerë shumë më të madhe, për arsye se ka grumbullime shumë të rasteve me sëmundje dhe kjo do të ishte një ndihmesë për qytetarët e komunës tonë. Spahiu Shlaku potencoi se përzgjedhja bëhet nga komisioni I angazhuar për këtë çështje. I vlerëson komisioni I vlerësues, I cili është I përbërë prej 6 anëtarëve, bazë specifikave këtyre kritereve vlerësohen dhe shqyrtohen vlant e tyre dhe vendosin se kujt I takojnë. Vlen të theksohet se këtë vit shuma e subvencioneve është 10.000 euro më lartë se në vitin paraprak. Studimi më I ri e vendos Kosovën në një zonë me aktivitet sismik relativisht të lartë, kështu tha sismologu Shemsi Mustafa, duke shtuar se rreziku I goditjes nga një tërmet nuk është I lartë në krahasim me vendet e rajonit. Zonat me aktivitet sismik më të lartë janë Peji, Stok, Prizren, Gjakov, Ferizaj, Viti, Gjilan, ka thënë Mustafa në një intervistë. Pat disa tërmete në vendet e rajonit dhe faktikisht pat disa ngjarje shumë të rënda, ku ishin tërmetet fuqishme me pasoja në njerëz dhe në dome ekonomike, dhe kjo ngjarje është fut në memorien e qytetarëve të Kosovës që çka do ndodh me neve nëse ndodhe njëjta ngjarje sikur që ndodhi në Shqipëri, në Turqi dhe në Kroaci. Bazuar në të dhëna dhe madhësinë e këtij tërmeti, faktikisht nuk ka pasur fare vend për shqetësim dhe mes tjerash Mustafa thekson që kujdesi më I madh duhet të jetë nga projektuesit dhe ndërtuesit që të implementohen si duhet projektimet në terren. Faktikisht ne jemi në një zonë me aktivitet sismik relativisht të lartë, jo të lartë siç janë vendet e rajonit siç është Shqipëria, një pjesë e Greqisë dhe Turqia, por ne duhet me pas kujdes, sidomos projektuesit, ndërtuesit dhe të gjithë ata që implementojnë punët e projektimeve në terren. Tutja I tha që prej fatkeqësive natyrore, tërmeti është ai më I frikshmi dhe që nuk të jep kohë për përgatitje. Si përfundim, Mustafa tha që kujdesin nga qytetarët dhe ajo se çfarë duhet të bëjnë gjatë përballjes me një tërmet të mundshëm, duhet të kenë në konsiderat organizimin dhe daljen sa më të shpejt në momentin që vërejnë që rreziku për momentin ka kaluar. Brigada e zjarfikësve në vitin 2020 ka intervenuar në 684 raste të ndryshme, por edhe në këtë fillim vit, po duhet të intervenojnë që të shuajnë zjarret që vijnë nga fermerët pas mbetjeve nëpër tokat bujqësore. Vënia e zjarreve në pyje dhe kullota është dukuri shumë e pranishme në zonat rurale. Ata që bëjnë shuarjen e këtyre zjarreve janë zjarfikësit e brigadës së Gjakovës. Sipas komandantit Gjevdet Brahima, I vetëm në vitin e kaluar është intervenuar në shuarjen e 486 zjarreve të ndryshme. Deri më tani I kemi pas numër intervenime 684, zjarre 486, intervenime 64, shërbime 112,
Qëto janë intervenimet që kemi pas vitin që lam roha. Brahima i tha se zjarret shkaktohen nga faktori njeri dhe jo nga natyra, andaj ai apeloi të qytetarët që të vëdësohen. E kisha lut qytetarët, ma shumë pjesën role, që bëjnë pastrimet e fushave tyre, që t'jenë kujdesshëm gjatë zjarreve tyre. Intervenime ka pasur edhe në raste të tjera si aksidente dhe vërshime. Përkundër sfidave, shtabi i zjarrfikësve po mundohet që të intervenojë aty ku është e nevojshme. Tani sjellim informacione nga arsimi dhe shkojmë në kolegjin Mehmet Akif në Gjakov, aty ku pajisen me dije një numër i madh i nxënësve në disa drejtime. Ndryshe nga shkolla tjera, kolegji Mehmet Akif në Gjakov nuk ka ndërprerë mësimin gjatë pandemisë. Fatih Bamjan, drejtori i këtij institucioni, tregoi si është menaxhuar kjo situatë dhe sa ka pasur mundësi që shkolla t'i plotësoj kushtet për të zhvilluar mësimin fizikisht. Suksesi më i madh sipas mendimit tim është që na deri më tani i kemi mbajtur orët në mënyrë fizike. Edhe në kohën e pandemisë, për një kohë shumë të shkurtër që kanë qenë vetëm 4 ditë, kemi bërë përgatitjet e duhura dhe gjatë ditës i kemi mbajtur 6 orë online çdo ditë. Edhe një herë peceki, domethënë prej parashkollorit. Kurse për vitin shkollor 2020-2021, domethënë që kemi filluar prej shtatorit, përsëri jemi munduar që t'i mbajmë gjithë orët dhe i kemi mbajtur. Po ashtu me përkrojën e nxënësve, prindërve për shkak të disiplinës që kanë treguar, qoftë në mbajtjen e maskave, qoftë në mbajtjen e distancës dhe qoftë në mbajtjen e higjienës. Nga parashkollorët deri në klasën e 12 këtu vijojnë mësimi mbi 190 nxënës në disa paralele. I përfshin nxënësit grup moshave 5-6, domethënë prej parashkollorit deri në vitin e fundit të gjimnazit, domethënë deri në klasën e 12. Shkolla Mehmet Akif drejtimin, domethënë prej gjimnazit, prej klasës 10 ka drejtimin shkencor, natyror, gjimnaz shkencor natyror. Në Gjakov, kurse në deg tjera kemi edhe gjimnaze shoqërore, por nxënësit mund të fillojnë këtu nga parashkollori dhe të përfundojnë me diplomën e Mehmet Akifit deri në fund të klasës së 12. Orët shtesë që ofrohen nxënësve nga mësimdhënësit janë ndër veçanti të kësaj shkolle. Po ashtu, është edhe orari pak më i gjatë ku nxënësit mund të shfrytëzojnë edhe për orë shtesë. Orari më i gjatë dhe po ashtu edhe gjëja kryesore që kërkohet nga një prind që është siguria. Drejtori Bamjan njoftoi se në muajin mars, kur edhe shënohen data të rëndësishme për popullin shqiptar, do ketë aktivitete të ndryshme ku të bashkojnë të gjitha shkollat. Ai uroi të ketë pjesëmarrje në numër të madh të nxënësve. Dje kryetari i Gjakovës Ardian Gjini ka zhvilluar takime me përfaqësuesit e shoqërisë civile. Si çfarë kanë biseduar dhe çka është kërkuar nga përfaqësuesit e këtyre komuniteteve në një kronika në vazhdim. Kryetari i komunës së Gjakovës Ardian Gjini ka zhvilluar takime me përfaqësuesit e shoqërisë civile me qëllimin e vetëm që funksionimi i tyre të jetë i ndërlidhur edhe me komunikimin sistematik dhe ndërveprimin me institucionet lokale. Kryetari i KVRL-s Ideal Zhaveli ka treguar rreth kërkesave të tyre që u janë bërë komunës së Gjakovës. Ne si rrjeti i organizatave rinore KVRL-ja i kemi paraqitur sigurisht që shqetësimet dhe sfidat të cilat i kemi si organizata rinore, që ka qenë kryesisht qëndrueshmëria financiare, se e dim që shumë sektore kanë pësu pi pandemisë, po na edhe para pandemisë kena pas probleme për qëndrueshmëri financiare. Kemi folë kuptohet për mungesën e një hapësire adekuate për aktivitetet të të rinjve dhe për zhvillimin e aktivitetet të tyre vullnetare, të cilat e dim që Gjakova është më aktivja në Kosovë, edhe mendoj që duhet më po dhe kryetari u zotua që të dyja dhe qëndrueshmëria dhe hapësira do të jenë primare kur diskutohet me shoqërinë civile. Një tjetër qendër që ishte e pranishme në këtë takim është edhe organizata Hendikos. Drejtoresha Brilanta Ballata ka thonë që kërkesë specifike është për shoqatën e të shurdhërve pasi që kanë probleme me infrastrukturën. Sa i përket edhe për infrastrukturë, përveç se veç kanë fillu me ndërtimet e qytetit apo rrugët që janë duke i ndrequr, ka qasje vazhdueshme, po disa pjesë të qytetit kërkum që edhe në ato, zëtu kryetari që do të vazhdojnë të
të ketë qasje, po ashtu edhe për barna esenciale do të vazhdojnë të këqyrë. Si kërkesën nga ana jonë ishte edhe për shoqatën të shordhëve, pasi që kam probleme me infrastruktura apo me zyret, kërkova nga kryetari që t'ju gjenë një vend edhe shoqatës së shordhëve që të sistemohen edhe ata. Një tjetër çështje që është diskutuar në këtë takim është për hapësirat publike që do të jenë në shërbim të OJQ-ve, ka thënë Arbër Leshi nga shoqëria civile. Në lidhje me hapësirat publike që kanë më jap në shfrytëzim të OJQ-ve që këto me përmbush misionin e vet edhe me qenë në shërbim të qytetarëve prap. Kështu që po pritet që shumë shpejt me ndërtimet që po finalizohen komunale, disa prej objekteve më u liru edhe më vendos në shërbim këtyre OJQ-ve që kam i ndihmu shumë. Edhe në aspektin operacional, po edhe në aspektin e qëndrueshmërisë financiare. Gjithashtu ku po folim për qëndrueshmërinë financiare, duhet me gjetë mënyra të përbashkëta, sikur shoqëria civile mes veti, po edhe në aspekt të bashkëveprimit me kryetarin komunal edhe me institucionet komunale, me gjetë mënyra qysh me financu njëri tjetrin më mirë edhe qysh me qenë në shërbim njëri tjetrit. Përfaqësuesit e këtyre organizatave dhe përfaqësues të tjerë pohuan se kryetari Gjini shprehu gatishmërinë e plotë që të mbështesë projektet që janë në interes të qytetarëve, me theks të veçantë për grupet e marginalizuara dhe OJQ-t që ofrojnë shërbime. Nga Agjencia e Statistikave është raportuar se ka rritje të vogël të çmimeve në disa artikuj, por në tregjet e gjelbërta ne nuk vretëm se ka pasur rritje. Lloj-llojshmëria produkteve në tregun e gjelbër në Gjakov bën që qytetarët ta frekontojnë shumë atë. Në krahasim me tregjet e tjera të vendit, këtu nuk u vret ngritja e çmimeve. Përveç në produktet e importuara, të cilat shkaku i pandemisë kanë pasur rritje. Kështu na tha njëri nga tregtarët të këtushëm. Rritje ka pas kënë has më tepër në këto të importuara ato fjala. Se sa për këto në vendorëve, megjithëse koha tash është dimër, do të thonë sezona dimrit ka më pak mungesa, po nuk ka çmime të rritja, është shkak edhe pandemia, po edhe kështu përgjithësi ka, se është sezona, është asaj që është më të rritur. Do të thonë koha që nuk ka, do të thonë mjaftueshme, po kërkesa ka. Për to po mund të gjejmë, po pak me vështirësi. Në anën tjetër, blerësit thanë se produktet janë të freskëta dhe sipas tyre çmimet janë të arsyeshme. Këto janë çmimet një ndër më të lirat. Janë produktet një ndër më të freskëta edhe më të mirat. Nuk e them këto si kumishtëri, po e them në bazë gjithë popullatës që japin lavdata për perimet dhe frutat e freskëta që i ka. Sa i përket për shtrejt, jo. Jo, në asnjë mënyrë. Këtu është më lehti. Produktet vendore, kryesisht ato të Bylmetit, nuk kanë shënuar rritje, tregoi Tutje Rexha. Çka është kryesorja, domethënë nuk ka pas sa i përket çmimeve, produktet janë gjitha e gjenë ato dinë, po sa përket çmimeve jo, nuk ka pas ngritje, është krejt normale, standarde që shkanë qenë, më parë. Bazuar në të dhënat të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, çmimet e produkteve ushqimore muajve të fundit kanë shënuar ngritje për 0.5%, por çmimet e produkteve bazë nuk kanë ndryshuar, ndërsa çmimet e disa perimeve dhe frutave të importuar janë rritur për 0.5 deri në 10%. Dhe tani të ndjekim bashkë parashikimin e motit për ditët vijuese. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.